Ibro jep disa deklarata shumë të forta për Dolçen, Tonin dhe sidomos për lidhjen mes Tonit dhe Benitës. Ai, gjatë një bisede me disa banor, shprehet se sipas tij Toni dhe Benita nuk kanë as pak ndjenja të vërteta për njëri tjetrin dhe se gjithë afrimiteti i tyre është vetëm një strategji për lojën. Ibro shton se sjellja e tyre i duket e egzageruar dhe jo natyrale, dhe se çdo veprim i tyre është i menduar për të marrë vëmendje dhe për të krijuar situata që i ndihmojnë në Big Brother. Ai vazhdon duke thënë se Toni, sa herë afrohet me një vajzë të re, e bën vetëm që të duket sikur është i rëndësishëm në lojë, ndërsa Benita, sipas Ibros, po përpiqet të krijojë një histori që të duket më interesante për publikun. Këto komente nisin të përhapen shpejt nëpër shtëpi, duke krijuar tension dhe irritim. Benita, kur i dëgjon këto fjalë, acarohet menjëherë. Ajo ndjehet e sulmuar dhe e keq kuptuar, duke thënë se Ibro nuk e njeh fare dhe nuk ka drejtim të flasë për ndjenjat ose sjelljet e saj. Ajo i kthen përgjigje duke thënë se Ibro po e bën këtë thjesht për të krijuar konflikt dhe për të futur në mes të marrëdhënies së saj me Tonin. Atmosfera në shtëpi nxehet akoma më shumë, sepse disa banor fillojnë të diskutojnë kush ka të drejtë, ndërsa të tjerët mendojnë se Ibro po e egzageron. Nga ana tjetër, Benita ndihet e lënduar dhe vazhdon të mbrojë veten, ndërsa tensioni midis saj dhe Ibros rritet nga minuta në minutë.